Një ndryshim I madh po vjen dhe njerëzimi nuk është gati. E di që këto duken si një fantazi ose si një konspiracion, por unë do t'ju tregoj disa fakte që do bindeni për atë që po ju them. Kush është rastisht do t'i lutesh aty bëj like faqe si shihemi sërish dhe do ta filloj nga Donald Trump. Donald Trump e tha publikisht, ndryshimi I madh po vjen. Por pyetja është, a jeni gati? Nuk bëhet fjalë sepse shumë njerëz mendojnë që ai e tha për ndryshimin e madh të kësaj partie ose të ardhjes edhe një herë të tij në pushtet, por nuk e kishte fjalën për këtë. Dhe tani do t'ju them se si. Ka vite që ka dalë Agenda 30. Dikush nga ju nuk e ka kuptuar se çfarë është Agenda 30 ose Agenda e vitit 2030. Agenda 30 është vendosur edhe në përshkolla. Po. Dhe janë disa pika për të përcaktuar ecurinë e njerëzimit deri në vitin 2030. Pra, deri në vitin 2030, këto duhen përmbushur. Pikat që janë e përsëris, e gjeni në përshkolla, në të gjitha shkollat evropiane. Madje mendohet që është në të gjithë botën, por e vendosur në disa forma të tjera. Pra, kjo është pika 2, që ndryshimi I madh ka filluar. Tani, ndryshimi I madh ka filluar nga të gjitha anët, sepse mjaft të shikoni, të ktheni majtas djathtas kokën dhe shikoni çdo gjë, çfarë po ndodh. Po ta shikoni, të gjitha këto probleme që ne po hasim, duke filluar nga kriza ekonomike, nga problemet financiare, nga këto emigracionet në përgjithësi, në gjithë botën që janë të detyruara, nga moti, edhe vetë moti, si që kemi thënë për herë, zogjt shtektar nuk ekzistojnë më si më përpara. Dhe moti pospostohet, me fjalë stinët pospostojnë mes njëra tjetrës. Për më tepër, brenda në disa vende, brenda një kohe shumë të shkurtër, janë bërë spostime të mëdha të popullimit. Dhe unë doja t'ju pyesja juve, a e keni vënë re se çfarë lëvizjesh të mëdha po bëhen në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malizi? A e dini se sipas llogaritjeve që ka bërë Population, është një shoqat botërore që shikon ecurinë e popullatave në botë. Pra, se si do t'jetë përqindja e popullatave, ja u këshilloj. Shikoni, Population, Albania Population 2030, me një fjalë në vitin 2030, ose shikojeni deri në vitin 2050 se çfarë ndodh. Tregohet që në vitin 2030 popullata në Shqipëri do t'jetë rreth, sipas llogaritjeve që është bërë, do t'jetë rreth 1 milion banor. Po, e dëgjuat mirë. Tani shpresoj mos jetë kështu, sepse për shembull Kosova tregohet që ka një rritje të popullatës, ndërsa Serbia ka një ulje të popullatës. Dhe të paktën si thuhet nga kjo shoqata, shumë popull që kanë probleme financiare do kenë shpopullime të mëdha. Dikush nga ju mund të mendoj ose të mund të thotë që sepse unë jam mundohem të jem asnjanës dhe mos mendoni se e kam me njërin apo e tjetrin, nuk e kam me askënd. Këto janë vetëm diskutime të përbashkëta, pa nxitur asgjë, pa nxitur as urrejtje asgjë, por na dhem sepse me atë vend kemi gjithmonë të bëjmë. Dhe nuk është diçka që e shpika unë. Po të shikoni e përsëris edhe një herë ecurinë e popullatave në botë, do shikoni që na u lodh krau. Po të shikoni, do bindeni dhe ju që në ecurinë e popullatave botërore, më falni, ja teksa flas me ju, ja. Pra, po të shikoni, në çdo 5 metra ka të huaj. Nuk ka asgjë për të habitur këtu, Unë them thjesht që lëvizjet e mëdha që po bëhen
kohët e fundit. Çfarë lëvizjesh të mëdha? Normal që dikush nga ai do thotë, po mirë, çfarë ka? S'ka asgjë të keqe. Nuk është ky problemi. Problemi është që pse pikërisht në këtë periudhë. Pra, mos kemi të bëjmë me të vërtet me një ndryshim kolosal që ne nuk po e kuptojmë. Përse duhet njeriu të jetë gati kur thuhet duhet jemi gati në vitin 2030? Me një fjalë, sepse në vitin 2050. Pra, deri në vitin 2030 duhet jenë të kompletuara disa programi i agendës 2030, por duhet me se s'bën që ne të jemi gati brenda vitit 2050. Për çfarë? Çfarë do të ndodh pas vitit 2050? Pra, përse? Ky është problemi. Pra, nuk është problemi që nuk ka ndryshim. Ndryshimi ka filluar, është aktual, në të gjitha fushat, sepse ne nuk na përket më asgjë, nëse keni vënë re. Duke filluar nga viti 2000 këtej, toka nuk është jotja, fëmijët nuk janë tut, familja nuk është jotja, fjala nuk është e lirë, asgjë, ti pagon për çdo gjë, pagon për ajrin që bile doli kohët e fundit, një sankcion që në disa vende të mbyllura duhet pagosh 1 qira, sepse shfrytëzon shumë oksigjen. Nuk është tallje kjo, është me të vërtetë. Dhe pyetja ime është çfarë po ndodh? Çfarë? Pra, nuk është fjala që nuk po ndodh ndryshim i madh, por duhet bërë pyetja, a jemi gati apo jo? Pra, ky është thelbi i bisedës. A janë gati njerëzit? A jemi gati ne? Pra, nëse thot Trumpi, në fund fare, Trumpi thot një pjesë të saj, sepse nuk mund ta thotë të gjithën. Por problemi është, a jemi gati? Dhe çfarë ndryshimi është, sepse nëse njeriu do ta di se çfarë ndryshimi është, nëse e di paraprakisht, ndoshta mund të marri masa, por ne nuk e dim ende se çfarë ndryshimi bëhet fjalë. Përse? Për çfarë ndryshimi bëhet fjalë? Është ndryshim i madh. Përse? Për çfarë? Çfarë do të vi? Pra, këto janë pyetje tepër serioze, sepse siç kam thënë edhe herë të tjera, gjithë njerëzimi po ndahet në 2 kategori, në specie dhe në nën-specie. Pra, specia evoluar dhe specia që po degradohet. Dhe unë shpresoj që mos tjetë ajo që kam shkruar që para disa viteve në librin Viaggiando nel Passato, që tregoj që atëherë nga këto studimet New Age, që ndryshimi i madh po vjen dhe do ndahet raca njerëzore në 2 grupe. Ata që do i hapin dyert koshencës, ndërgjegjes, dhe ata që do t'ja mbyllin ndërgjegjen koshencës, do eliminohen nga natyra ngadalë, sepse do jetë vetë energjia dhe trupi njeriu të qelizat që do e shkatërrojnë dal trurin dhe trupin të këtyre njerëzve, dhe si përfundim do mbeten ata që i hapin derën informacionit, dijes, pra evoluimit. Unë shpresoj që mos jetë kështu, sepse më vjen keq për të gjithë. Ku ta din disa të gjorët që nuk janë në një hap me masën. Sepse ndaj e them dhe gjithmonë që të mbani mend që informacioni është baza e jetës, sepse nga informacioni vjen dia dhe dia është pushtet. Pra, dia është ajo që mban gjithë njerëzimin në këmbë, sepse fal dijes që ne kemi bërë një zhvillim. Dhe janë pikërisht të diturit që e zotërojnë botën. Kështu që ne le të jemi pjesë e tyre, apo jo? Si thoni ju? Kështu që ndryshimi i madh përsëris për mendimin tim është aktual. Tani, po ndodh. Pra, kemi filluar. Dhe e përsëris e njerë, ju jeni dakord? Pra, jeni gati ose jemi gati? Pres komentet tuaja. Kalosh një ditë bukur, ju përqafoj dhe shpresoj që të tërheqim sa më shumë njerëz që të lidhen me ne, me këtë faqe, me diskutimet tona, dhe mos t'i marrin këto si budallëqe, sepse këto janë aktuale. Këto që ju thash tani janë gjëra që i shihni gjithandej. Ngado që të ktheni kokën i shihni. Dhe secili duhet të ndërgjegjësohet për veten e tij, jo për ne, jo për mua, për veten e tij. Ne mundohemi me aq sa mundemi që t'japim informacione dhe t'i ndajmë së bashku. Pres, ju përqafoj, e përsëris edhe një herë kush është rastësisht këtu, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish. Nuk ju kushton asgjë. Kalofshi bukur.